Të nderuar përfaqësues të forumeve rinore të partive politike, të dashur trinje të reja, përfaqësues të organizatave qytetare, zonja dhe zotri. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë event që i kushtohet rinisë dhe përfshirjes së saj në jetën publike dhe politike. Kjo mbrëmje organizohet në kuadër të një projekti të mbështetur nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore, me qëllim që të krijojë një hapësirë për dialog, ide dhe bashkëpunim ndërmjet të rinjve që përfaqësojnë bindje dhe parti të ndryshme politike. Počitovani predstavnici na mladski forumi na politički parti, dragi mladi ludzie, predstavnici na građanski organizaciji, dami i gospoda. Dobro večer i dobrodošli na ovaj nastan posveten na mladite i njihovo vključivanje na javni politički život na lokalno nivo. Ova večer se organizira v рамките na projekt podržan od IFES с цел да се создаде отворен простор за диалог, идеи и соработка меѓу младите кои представуваат различни убедувања и политички партии. Sot kemi privilegjin të dëgjojmë përfaqësuesit e rinisë nga disa subjekte politike dhe kandidatë të pavarur, të cilët do ndajnë me ne pikat kryesore të programeve për të rinjt, vizionin për zhvillim lokal dhe mënyrën se si e shohim brezin e ri në ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe transparente. Në vijim, pa mos humbur shumë kohë, kam kënaqësinë të ftoj sekretarin e përgjithshme të organizatës Verde Vita, zonjën Julza Jusufi, të ndaj me ne fjali hyrëse mbi projektin. Qëllimet dhe rëndësinë që kjo aktivitet ka për nxitjen e pjesëmarrjes rinore në jetën publike. Zonja Julza. Atëherë mirëmbrëma gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Ju kemi ftuar për të diskutuar për një temë që na prek gjithë neve, dhe është një temë shumë e ndjeshme, si rinia dhe politika, që janë dy fushat, cilat nuk guxojnë të ecin as e si ndaras. Mirë po fillimisht, ju njoftoj se takimi jonë sot është i organizuar nëpërmjet të projektit i cili është mbështetur nga IFES, që synon zgjedhjet të cilat japin transparencë, të cilat forcojnë pjesëmarrjen dhe kulturën demokratike në nivel lokal. Përmes këtij aktiviteti të sotëm, duam që t'ju theksojmë hapur se ne besojmë fuqishëm se forcat e reja të politikës përmes transparencës, bashkëpunimit dhe ideve të reja mund që të arrijnë ta ndërtojnë një politikë e cila i jep zë dhe hapësirë çdo personi dhe i jep vlerë çdo ideje. Mirë po, përderisa jemi këtu të rejat dhe politika, nuk mund ta lojmë pa përmendur edhe të rejat, të cilat bindshëm janë duke u fuqizuar në jetën e tyre politike dhe në ato publike. Dhe personalisht mendoj se roli i grave është thelbësor, jo vetëm si votuese, por edhe si lidere, dhe përveç se si lidere, ato duhet të marrin pjesë edhe si zëra të guximshëm për ndryshim. Një politikë që përfshin rinit dhe një politikë që përfshin gratë është një politikë që ecën para dhe nuk do zgjatem më shumë, vetëm nuk mund ta lë pa thënë se fuqizimi i grave në politikë nuk është vetëm ajo forca ose ajo barazia që ne e kemi kërkuar, është forca që i mungon shoqërisë. Faleminderit për fjalët inspiruese dhe kontributin e vazhdueshëm. Më lejoni që me kënaqësinë më të madhe të prezantoj secilin nga ju, Amar Ismaili nga Vlen, Mohamed Nezir nga TMBH, Maria Dimitrievska nga VMRO, nga kandidati i pavarur për kryetar komune Visar Ademi përfaqëson Hana Osmani dhe Sara Ilkoska nga LSDM. Tani do vazhdojmë me pjesën qendrore të programit, prezantimet e përfaqësuesve të forumeve rinore dhe kandidatëve të pavarur, të cilët do ndajnë me ne idetë për zhvillimin e politikave rinore, pjesëmarrjen qytetare dhe të ardhmen e të rinjve në nivel lokal. Secili përfaqësues do ketë në dispozicion 7 minuta për të prezantuar pikat kryesore të programit. Fillimisht fjalën e merr përfaqësuesi i koalicionit Vlen. Mirëmbrëma gjithëve, ju faleminderit për prezencën që jeni. Unë jam Amar Ismaili, vin nga fshati Debresh, jam kandidat për këshilltar numër 6. Pa mos e zgjatën shumë, do t'i cekë vetëm pikat të cilat ne si Vlen i keni për programin e rinisë. Me thonë, nga programet politike, ne si Vlen zakonisht përfshim këto pika për rini, e kina arsimin cilësor dhe modern, në më shumë lidhje me shkollave dhe tregut të punës,
kena mbështetje për inovacion dhe start-upet rinore, sidomos në teknologji dhe bujqësi moderne. Kena qendra rinore lokale për aktivitetet kulturore, sportive dhe trajnime, stimulim për kthimin e të rinjve nga jashtë përmes granteve dhe kushteve më të mira për punë. Po ashtu kemi pikën edhe angazhimin e të rinjve në vendimmarrje, që të kenë zënë në komunë dhe në politikat publike. Pra, thelbi i tyre është që rinia të ketë mundësi të qëndrojë dhe të krijohet të ardhmen këtu dhe jo të shkojë jashtë vendit. Për shembull, se kena këtë qendër, pse mos kemi edhe disa qendra tjera të reja në Kstivar. Besoj se rinis duhet të jepet hapësirë dhe ne si rini duhet besoj që të forcohemi pak më shumë në këtë drejtim. Pra, këta janë pika që ne si Vlen i keni para pa në programin tonë. Po, me se zgjatër më shumë, ka që kishim ne si Vlen. Ju faleminderit. Faleminderit. Tash e ftoj Muhamet Ediri nga TMBH. Svako od vas ima 7 minuti. Saygıdeğer katılımcılar, değerli gençler, organizatörler. Türk Milli Birlik Hareketi adına hepinizi içtenlikle selamlıyor. Biz gençlere bu önemli platformu sunan Verde Vita ve İFES'e teşekkür ediyorum. Bizim için siyaset yalnızca bir iktidar mücadelesi değil, geleceğe karşı duyulan bir sorumluluktur. Partimizin gençlik politikası, gençlerin toplumsal değişiminin öncüsü olduğuna inancımız dayanır. Gençlerin sesi her kurumda ve her toplumda duyulmalıdır. Türk Milli Birlik Hareketi'nin amacı nettir. Eğitimde, istihdamda ve kişisel gelişimde de her gencin eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum inşa etmektir. Biz eşitlik, adalet ve aktif vatandaşlık ilkelerine inanıyoruz. Gençler sadece izleyici değil, karar alma süreçlerinde aktif katılımcı olmalıdır. Gençlerin geleceği için Türk Milli Birlik Hareketi Gençlik Kolu olarak birçok girişim ve proje hazırladık. Gençlerin kariyer ve girişimcilik alanında güçlenmesi için atölye çalışmaları ve seminerler düzenleyeceğiz. Üniversite öğrencileriyle birlikte eğitim ve sosyal politikalar üzerine açık forumlar gerçekleştireceğiz. Çevre temizliği ve yeşil alanların korunması amacıyla gönüllü çevre kampanyaları organize etmek istiyoruz. Dijital okuryazarlık ve yenilikçilik konularında projeler geliştirerek gençleri çağın gerekliliklerine uyum sağlamaları için eğitimler düzenlemek istiyoruz. Kötü bağımlılıklardan uzaklaştırmak, gençlerimizi spor aktivitelerini arttırmak ve geleneksel olan okçuluk, güreş gibi spor dallarını yönlendirmektir. Bu faaliyetler partimizin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini göstermektedir. Türk Birliği Milli Hareketi olarak kapımız tüm gençlere açıktır. Biz diyaloğa, işbirliğine ve farkındalıklara saygıya inanıyoruz. Bugün burada bulunmamızın amacı da budur. Dinlemek, paylaşmak ve ortak bir gelecek inşa etmek, vizyonumuzun konuşmaktan korkmayan, düşünen, üreten ve değiştiren bir genç nesil yaratmaktır. Biz Türk Milli Birlik Hareketi olarak şuna inanıyoruz. Güçlü bir devlet, güçlü bir gençlik kurulur. O yüzden yalnız da değişimi izlemeyelim, değişimi biz yaratalım. Faleminderit, teşekkür ederim. Faleminderit Muhamet. Tani ftoj Marija Dimitrievska nga VMRO. Почитувани присутни, јас сум Марија Димитриевска, член на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Магистриран правник сум со положен правосуден испит и вработена како правен стручен соработник во јавна здравствена установа Институт за јавно здравје во Скопје. Нашите идни цели како политичка партија се реновирање на постоечките спортски игралишта, формирање на детски катчиња за деца, како и младински клуб за поголема интеграција и социјализација на младите.
помош при вработувања, поголема дигитализација на услуги и многу други. Сепак, кога зборуваме за идните локални цели, неминовно е да се напомене и она што го постигнавме ние како власт од 15 месеци. Ние докажавме дека вложуваме во младите преку многу извршни функции и проекти. Успеавме да реализираме добивање на ваучери од 250 евра за купување на електронски уреди на студенти, дигитализиравме бројни услуги кои што претходно одзема многу време и трпение, реновиравме студентски домови, помогнавме на младите преку мерката Купи куќа, купи стан. Првпат брусошите добија студентски оброк од првиот месец, а токму бројот на нашите членови го потврдува и нашиот интегритет. Ti благодарам, Марија. Nga kandidati pavarur për kryetar komune Visara Demi përfaqëson Hana Osmani. Mirëmbrëma të gjithëve, unë e përfaqësoj Visara Denimin, kandidatën e pavarur. Si fillim, dua të filloj këtë pjesën time me pikërisht me këtë objekt Ajkenin, të cilën e ka projektuar vetë Visar Ademi, normalisht me ndihmën e komunës. Mirë po, si që dim, e ka marrë pjesën komunës se e ka kryuar vetë atë, por Visari ka qenë pjesa më e madhe e këtij objekti. Mund të ndajmë këtë në sfidat tona dhe shtyllat tona të cilat të kemi. Kemi 6 shtyllat të cilat jemi fokusuar, ndërsa si sfida i kemi marrë sigurimin e ujit të pishëm, edhe pse në disa vende pijet ka do pjesë që ende është ujë i ndotur. Nuk kemi menaxhim efikas dhe efektiv të ndërmarrjeve publike në Gostivar, nuk kemi kanalizim në çdo fshat, rregullim të problemeve me qend e ntrasak dhe shumë sfida të tjera. Ndërsa si 6 shtyllat kryesore janë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe sipërmarrësia, ku ne qëllimi jonë është që të kemi më shumë mundësi pune dhe hapje biznesi për të rinjtë, që të mos ikin ato nga ky vend, por që të iniciatojmë ato që të rinë ato më së shumti. Kemi Gostivar Startup, ku do të jetë një qendër për të rinjt, ku ato do të mund që të shprehin idetë e tyre dhe të hapin një biznes të ri, ku do të ketë mundësi shumë të mira, do të kenë internet, do të kenë objekte pa pagesë dhe mbështetje falase për 6 në 12 muaj, si të do të kenë edhe trajnime, mentorime dhe financime për zhvillim të biznesit. Shtylla e dytë është arsimi. Qëllimi është që të kemi një arsim më efikas për fëmijët, pasi që ato janë edhe ardhmja e këtij vendit tonë, dhe të kemi klube të ndryshme, klube sportive për arte dhe për gjuhë, që të ketë një avancim në inteligjencën e fëmijët. Shtyllën tjetër e kemi transparenca, digitalizimi dhe inovacionet. E kemi qëllimin që të krijohet një komunë moderne si lagja ime, ku qytetarët veçanërisht të rinjtë të votojnë online për projektet lokale që duhen të realizohen. Pastaj kemi planifikimin urban, arkitekturën dhe infrastrukturën, ku dëshirojmë që të kemi një lagje funksionale dhe shërbime komunale efikase, si njëra prej tyre është pishin e mbyllur dhe aquaparku, që edhe kështu të mund të ndërtohet një jetë publike për të rinjtë. Shtylla e 5 është trashëgimia kulturore. Qëllimi është që të kthehet kultura e vjetër dhe traditat të cilat kanë qenë më para. Dhe si shtyllë të fundit kemi qeverisje gjithëpërfshirëse dhe sociale. Qëllimi është që komuna të kujdeset për të gjithësi, për të mëshuarit edhe ato më të rinjtë dhe për ato të cilat janë me aftësi të kufizuara. Dhe kjo është programi Gostivari Kujdeset, ku të rinjtë do të angazhohen që të ndihmojnë atyre më të vjetër dhe që ato të mos ndihen në nivel pak më të ulët. Sara Ilkovska nga LSDM. Почитувани присутни, јас сум Сара Илковска, член од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, советничката група на СДСМ во општина Гостивар континуирано работеше на создавање политики и проекти со кои што се подобрува и олеснува животот на младите во нашиот град и поддржуваше сите иницијативи за подобри услови дома. Како млади кои што живеат во нашиот град во Гостивар и од срце го сакаат градот и нашата држава, нашата визија за нашиот град Гостивар да биде град на можности, град во кој младите ќе сакаат и останат да продолжат да живеат тука.
Сигурни сме дека преку отворен диалог и партнерство со младинските организации, образованите институции и граѓанскиот сектор може да се реализираат вистински проекти. Впрочем, соработка помеѓу овие чинители е мост за видливи резултати. Во оваа прилика би сакала да споменам проекти и иницијативи кои потекнуваат од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овој мандат на Советот, но и останатите иницијативи беа поддржани и прифатени затоа што пред се беа и насочени кон општо, односно добро за сите нас. Особено сме горди што бараме на нашата советничка група формиран е локален младински совет во согласност на законот на младинското учество и младинските политики. Како соведувано тело кое што им овозможува на младите да учествуваат и во креирање на локални политики и да влијаат исто така на одлуките кои што се засегаат. При тоа во согласност со службени на млади, како лице со кое младите можат полесно за да им пренесуваат потребни информации. Иницииравме и поддржавме иницијативи во областа на културата. Активно работевме на создавање културни манифестации за кои што тука спаѓаат и за сите наши граѓани во градот и се боревме за достоинството одбележување на важни датуми како и личности од македонската историја. Иницииравме и поддржувавме проекти за развивање на спортот преку финансиска поддршка на спортските клубови, поддршка на млади и талентирани спортисти и се боревме за подобрување на условите во спортската сала, училишните сали и повеќе спортски игралишта. Не ги зоставивме исто така и областите и проектите на екологијата, па така и би сакала исто така да споменам работилница за репарација, која е првата работилница од ваков тип, отворена во Македонија, чија што примарна цел е намалување на нивото на отпад преку поправка на стари и расипани предмети, се со цел истите да не завршат во отпад, а при тоа сите услуги во работилницата се бесплатни. Овој проект на локалниот клуб на Социјалдемократската младина на Македонија, Гостивар, поддржан од градоначалникот и општината, а реализиран од тим на млади социјалдемократи, предводен од советничката од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во оваа област, нашата советничка група предложи заседување садници, колку што се запишани првачиња во основните училишта, се со цел да се зголеми вегетацијата во градот и да се развијат позитивни навики кај децата од мала возраст. Организиравме обуки и работилници, кои што се насочени кон личен и професионален развој, со цел младите полесно да се вклучат на пазарот на труд и да го напредат своето знаење. Ги поддржаваме младинските центри како современ простор за дружење, неформално образование и размена за идеи и се залагаме за сите подобри услови во нив. Предложивме и реализираме воучери за деца, првачиња во износ од 2000 денари, со што им излегоме во пресред на родителите им го отлесниме почетокот на образованиот процес на нивните деца. Постојано иницииравме да се воведе доделување ваучер за прво новороденче, бебе во Гостивар во новата година, како символичен гест на поддршка и честитка за младите семејства кои што започнуваат ново поглавје во својот живот и ваучери за сите новороденчиња на територијата на општина Гостивар. Во делот на социјалната политика, постојано предлагавме проекти кои што се насочени кон олеснување на животот и реализиравме категории на граѓани како бесплатна градинка за деца и самохрани родители, бесплатна екскурзија за деца кои што се од семејство со социјален ризик, бесплатен оброк за децата од основното училиште до трето оделение. Обезбедиме образовни асистенти во средно училиште, поддршка за лица и лица со попреченост и така натаму. Нашите идни проекти ќе бидат предложени за веќе започнато, но ќе се бориме и за модернизација и одржлив развој. Еден од приоритетите е воведување на еколошки автобуси со цел да се обезбеди почист воздух, побезбеден превоз и пристапно современо транспорантно решение, кое што ќе го користат пред се младите. Ќе поддржиме грижата на млади на алтернативи превозни средства и ќе бараме субвенции за електрични тротинети и велосипеди, но и повеќе велопатеки.
Ќе бараме повеќе зелени површини и повеќе качиња за дружба и рекреација, повеќе спортски игралишта и поголема поддршка за младите таленти. Ќе се бориме за активен културен живот, прилагоден за сите возрасти, сите генерации и сите жители на градот, без оглед на различностите. А најважно од се е ќе создаваме заедница која што разбира, слуша, реализира и поддржува барања на младите. Сите овие мерки се дел од нашата постојана заложба за поголема поддршка и внимание кон младите, нивните потреби и нивните инспирации. Младите не се само иднина за Гостивар, тие се негова сегашност. Нашата задача како советничка група е да создаваме услови кои што можат да растат и да успеваат и да градат свој живот тукму дома во нашиот град. Гостивар има енергија, има идеи, има млади луѓе кои што имаат нивен потенцијал, а ние ќе продолжиме со силна посветеност да го поддржуваме нивниот развој и да го градиме нашиот Гостивар достоен за младите генерации. Благодарам, Сара. Faleminderit gjithëve për prezentimet. Tash do kalojmë në sesionin pyetje-përgjigje, ku pjesëmarrësit kanë mundësi të parashtrojnë pyetje për përfaqësuesit politik lidhur me temat që janë trajtuar. Lutem pyetjet të jenë të shkurta edhe të qarta. Ftoj audiencën të marrë pjesë. Много е важно ние младите да се собираме заедно на вакви настани и много е важно да соработуваме со цел да едноставно да создадеме сите заедно подобри услови за живење во нашиот град. Разбрав дека сите имаме една иста цел, а тоа е унапредување на положбата на младите во општеството. Им честитам на сите кандидати кои што се на листи, посакувам успех на предстојните локални избори. Колку повеќе младинци советници имаме, тоа е подобро за нас. Имаме гласноговорник во Советот на општина Гостивар, што е многу битно за нас младите. Исто сметам дека сите тука што сме присутни едноставно делиме исти цели, сакаме да останеме тука во оваа општина, сакаме да создадеме подобар живот за сите и за младите. Сите прекрасно кажавте што треба да се работи, што сте сработиле. Време е активно да се вклучиме сите, секој што може со својот придонес, едноставно да сите заедно да успееме, да ги задржиме сите и да ги вратиме тие што се заминати. Тоа е што имам да го кажам. Drejtohem ndaj zonjës Hana për kandidatin e pavarur Visara Demi, si planifikojnë të siguroni dhe të menaxhoni fondit për projektet rinore dhe zhvillimin lokal duke qenë kandidat i pavarur pas një parti politike. Me projekte të ndryshme të cilat janë të Shkupit, të Maqedonisë, në përgjithësi edhe me shumë ato të cilat janë jashtë shtetit tonë, domethënë në Evropë, ai ka siguruar ato fonde, domethënë ai nuk folën kod, por para asaj ka posjeduar në shumë tjerë dhe i ka realizuar ato. За ЛСДМ, како ја оценувате улогата на младите во изградбата на поправењето и инклузивно општество? Да видим подобро да има млади во нашата држава, за да може да останат дома со нивните најблиски, да не одат во нашата држава, да што има подобро тука, може да стават подобро тука, но надвор од дома и на нашата држава. Nëse nuk keni diçka të shtoni, për ta përmbyllur eventin e sotëm, fjalën do ta marr zotri Sefedin Junuzi, presidenti i organizatës Verde Vita, i cili do ndaj një reflektim mbi rëndësinë e përfshirjes rinore në proceset vendimmarrëse dhe në ndërtimin e një kulture të re politike që mbështet në dialog, transparencë dhe respekt. Zotri Junuzi, fjala është për ju. Mirëmbrëma të gjithëve, dobroveçje na site, ja akşamlar, të nderuar përfaqësues të forumeve rinore partive politike, të nderuar përfaqësues të kandidatit të pavarur për kryetar komune, të nderuar përfaqësues dhe kandidat për këshilltar komunal, mysafirë të nderuar dhe shumë të respektuar, Leoni që në emrin tim personal dhe në emër të organizatës Verde Vita, t'ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar që keni ndajtur të jeni sonte këtu me ne dhe për pjesëmarrjen tuaj në këtë ngjarje me një rol krucial për jetën demokratike në vendin tonë. Kjo ngjarje dhe ky aktivitet
për mu ka qenë më shumë se mbreslënës dhe më është më mirë se që e pritja. Është një ngjarje që realizohet në bashkëpunim me IFES në kuadër të projektit për monitorimin e keq përdorimeve të burimeve administrative në zgjedhjet lokale në komunën e Gosivarit, e cila ka për qëllim të promovojë transparencë, zgjedhje fair dhe korrekte dhe mbi të gjitha llogaridhënia. Por përveç këtij qëllimi teknik apo kësaj arsye thelbësore të projektit, unë sot personalisht kam vërejtur një arsye e cila na ka mbledh të gjithëve këtu: energji, kreativitet dhe guximin e të rinjve për të qenë pjesë aktive e politikës dhe vendimarrjes. Dhe ju përgëzoj gjithëve për këtë. Unë jam i thtar i mendimit se të rinjt nuk janë vetëm e ardhmja, si shpesh thuhet apo e kemi dëgjuar, por ato janë aktualiteti politik sot, i cili duhet dëgjuar. Në këtë ngjarje ne patëm mundësinë të dëgjojmë shumë ide dhe shumë vizione të ndryshme nga të gjithë subjektet që ishin pjesëmarrëse, por ajo që ishte e përbashkëta e jonë ishte se të gjithë kishin një mesazh se të rinjt kërkojnë më shumë vendimarrje, më shumë hapësirë dhe më shumë besim. Për një qytet multietnik si Gosivari, kjo ngjarje është një sinjal pozitiv dhe shumë i fortë i demokracisë. Ajo na tregoi se ne në vend të ndasive mund të ndërtojmë bashkëpunim politik në baza të shëndosha dhe në vend të retorikës përçarëse mund të mizotrojnë dialogu dhe respekti. Kjo është demokracia e vërtetë, e cila lind nga dëshira për të respektuar dhe për të dëgjuar tjetrin. Të dashur të rinj, roli jonë në ndërtimin e së ardhmës është i pazëvendësueshëm. Ne jemi forca që mund të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë dhe si veprojmë për të mirën e përbashkët. Sepse çdo politikë e cila i ka dyert të mbyllura për rinin, ajo politikë është e destinuar për të qëndruar dhe për të stagnuar në vend numëror. Andaj, që mos të presim dikush të na jap mundësinë, por të marrim vetë iniciativën, ta ngrejmë zërin ton, ta kërkojmë hapësirën tonë në vendimarrje dhe ta marrim mbarën mbi supe. Dhe po, unë jam i bindur se nuk kam as më të voglin dyshim se rinia jonë, potenciali jonë rinor do sjell dhe do hap dyert për një politikë të re, politikën e së nesërmes. Sepse potenciali jonë rinor dhe potenciali çdo të riu këtu në qytetin tonë dhe në vendin tonë është garanca për këtë. Andaj, ne jemi fryma e brezit të ri politik, fryma e së ardhmës që do të ndërtojë një politikë të re që do të udhëhiqet nga parimet, idetë, vizionit dhe dashuria për një vend më të mirë dhe për një të nesme më të shëndritshme. Ne do jemi arkitektët e një politike të re, një politikë e cila do të duhet të kthejë besimin e të gjithë qytetarëve. Dhe unë nga këtu shfrytëzoj rastin për të shuar një mesazh të secili i ri dhe secili bashkëpunëtari se është detyrë morale e çdo njerit prej nesh që e kemi mbi supe të punojmë pa rreshtur për një komunitet më të fortë, për një të ardhmë më të mirë dhe është detyrë e secilit prej nesh ta ngrejmë zërin në çdo situatë dhe të marrim pjesë aktive dhe me një rol krucial në jetën publike. Pa mos dashur të zgjatem më shumë, në fund dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit nga Forumi Trinore për kontributin e tyre. Dua të falenderoj ekipin e mrekullueshëm të Verdevitës që ka punuar pa rreshtur për këtë ngjarje dhe gjatë gjithë periudhës. Do të falenderoj moderatorën për një organizim dhe për një udhëheqje të mrekullueshme dhe të gjithë publikun dhe të pranishmit që ndanë kohën për të qenë pjesë e këtij aktiviteti. Uroj që kjo ngjarje të shërbejë si fillimi një tradite të re, ku të rinjt e Gosivarit do të kenë gjithmonë zërin dhe vendin që meritojnë në politikë dhe në shoqëri. Faleminderit të gjithëve për pranimin dhe për kushtimin. Почитувани представници на политичките партии, драги гости присутни, млади луѓе, дозволете во моје лично име и во име на организацијата да ви се Вердевита искрено да ви се заблагодарам за вашето учество и ангажман на овој настан од големо значење на демокрацијот живот на нашиот град. Ова активност е дел од проектот што Вердевита го спроведува во партнерство со ИФЕС, кој има за цел следење на злоупотребата на административните ресурси за време на локални избори во општината на Гостивар. Но, покрај
технички аспект. Денес јас лично видов нешто што многу повредено. Енергијата, креативноста и храброста на младите да бидат активен дел и од политиката и процесите на одлучување. Јас сум борец на идеологијата дека младите не се само иднината, како што често се вели. Тука ние сме политичката и општествата реалност која мора да се слушне денес. На овој настан имавме можност да слушнеме многу идеи, различни концепти, различни визиони од секој за еден подобар гостивар и за една подобра иднина. Но секој од нас што бевме тука имаме еден цел и имаме една заедничка идеја. Таа е да биде гостивар, подобар град и подобро место за живење. Драги млади, за еден мултиетнички град како Гостивар, овој настан е позитивен и силен сигнал на демократијата. Покажател дека наместо поделби можеме да градиме политичката соработка на здрави демократски основи, каде што почита и диалогот ја надлежат над поделбите и говорот на омраза. Тоа е вистинската демократија, она што започнува со почит и желба да се слушне другиот. Драги млади, нашата улога во изградбата на иднината е незаменлива. Ние сме силата што може да ја промени начинот на размислување и действување за општото добро. Бидејќи секоја политика што ги задржи затворените врати за младите е осудена да стагнира. Затоа да не чекаме некој да ни даде можност, туку самите да ја преземеме иницијативата, да го кренеме гласот, да го побараме нашето место во донесувањето одлуки и да ја преземеме одговорноста. И да, јас сум убеден и немам никакво сомневање дека политиката на утрешната ќе биде поинаква, затоа што нашиот младински потенцијал и потенцијалот на многу други млади во нашиот град и нашата земја е гаранција за таа промена. Ние сме дух на новата политичка генерација, дух на иднината, што ќе изгради нова политика, водена од принципи, идеи, визии и љубов кон подобра земја и посветла иднина. Ние ќе бидеме архитектите на новата политика, што ќе ја вради политичката доверба кај сите граѓани. И тоа е морална обврска на секој од нас. Да работиме неуморно за посилна заедница, да го кренеме гласот секој кој е потребно, да учествуваме активно и да не имаме клучна улога во јавниот живот. Без да должам повеќе, на крај сакам да ми се заблагодарам на сите учесници од младинските форуми за нивниот придонес и учество, на прекрасниот тим на Вердевита што работи неуморната во текот на целиот период, на модераторката за одличното водење на настанот и на сите присутни што одвоја време да бидат дел на овој настан. Се надевам дека овој ќе биде почеток на една нова традиција, каде што младите од Гостивар сегогаш ќе имат гласот и местото што го заслужуваат во политиката и општеството. Ви благодарам на сите за вашето присуство и посветност. Faleminderit zotri Junuzi, faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen, për seriozitetin dhe bashkëpunimin tuaj. Ju ftojmë tani për një foto përmbyllëse, si dhe për bashkëbisedim të shkurtër pas programit zyrtar. Faleminderit dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme.